Gjuha sërbe në Kosovë është gjuhë zyrtare në secili nivel të administratës dhe anën banë Kosovës. Ndërkohë që në Maqedoninë e Veriut, kjo lidhet shumë me 20%. Pra, ndoshta një ditë do të bëhet një ligj për gjuhën shqipe. Dhe nuk është e keqe një iniciativë e tillë, por nuk duhet të themi që marrëveshja e Ohrit na paska qenë e shkëlqyeshme e tash nuk po u zbatoka dhe jemi në gjendje katastrofike, fatale, se nuk është e vërtetë. Shumë kush nga Shkupi kishte pritur që t'i mbështesni protesta studentore atje që ngjan. Ju, si një politikan, si dikur një student që natyrisht keni qenë aktiv protesta dhe keni... Nuk më është dukur që në këtë fazë, kur e ke deputetin e vetëvendosjes në Vlen, të flas unë. Edhe njëherë po e theksoj. Jam duke bërë më shumë komentuesin, jo përfaqësuesin, sepse nuk jam përfaqësues. Je kryetari i atij zotërisë që është deputet atje. Ai bie kështu. Ai tash subjektivitetin e vet, edhe si deputet i kuvendit të Maqedonisë së Veriut e ka shkrirë në një subjekt ku bashkuan 5 parti. Okej, a do të thotë që vetëvendosja s'ka atje apo çfarë? Jo, ai kur vjen në Kosovë është vetëvendosje. Atje është Vlen. Atje është Vlen. Bari Cani, gazetari Deutsche Welles, kolegu jon nga Boni i Gjermanisë.